Paraditën e së martës, porti i Durrësit mirëpriti në 2 kalatat e tij, 3 anije italiane, velierën më të bukur në botë Americo Vespucci, katamaranin Lo Spirito di Stella dhe anijen patrulluese Libra, që u dhurua forcës detare shqiptare. Për komandantin e forcës detare kundër admiralin Adnan Dagastra, kjo dhuratë përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ushtarak mes Shqipërisë dhe Italisë, por dhe më gjerë. Kjo është një anije që siç e shikoni edhe ju, ka kapacitete shumë të mira operacionale, shumë e integrueshme me të gjitha kapacitetet e NATO-s dhe do të shërbejë gjatë periudhës së saj të shërbimit në Forcën Detare të Republikës së Shqipërisë, jo vetëm në misionet në interes të sigurisë dhe paqes në hapësinë detare të Republikës së Shqipërisë dhe Adriatik dhe Jon, por dhe më gjerë në Mesdhe. Libra është një anije e dizenjuar për patrullimin dhe mbrojtjen e ujrave dhe do të luajë një rol të rëndësishëm në sigurinë detare të Shqipërisë. Ndërkohë, anija simbol i kulturës detare italiane Americo Vespucci vjen për të dytën herë në vendin tonë dhe ndalesa në portin e Durrësit është në kuadër të turit botëror të nisur nga Genova më 2 korrik 2023. Anija Americo Vespucci për 2 vitesh është në një tur botëror të nisur në 2 korrik të 2023-shit. Kemi qenë në 35 porte në 30 vende të 5 kontinenteve të ndryshme. Ishte kjo një iniciativë e ministrit tonë të mbrojtjes që nuk donte që të ishte vetëm anija Americo Vespucci, por e gjithë Italia në këtë tur botëror, për të përfaqësuar sa më mirë në 360 gradë 12 dikastere të ndryshme që janë përfshirë në këtë projekt. Sono oltre 1500 do të jenë mbi 1500 nxënës shkolle që do të vizitojnë anijen, që shërben si një ambasadë shëtitëse. Vespucci është një ambasadë e kulturës italiane detare, por edhe e kulturës made in Italy. Della cultura italiana del made in Italy. Pjesë e turit botëror të velierës së famshme është bërë dhe katamarani Lo Spirito di Stella, i njohur për përkushtimin e tij ndaj kauzave sociale. Ky katamaran është përshtatur për të mundësuar personave me aftësi ndryshe të jenë pjesë e ekuipazhit. Ky katamaran u lejon personave me aftësi të kufizuara të kthehen në det, jo për të bërë një ngjyrë me anije, por për të qenë pjesë e ekuipazhit. Unë isha ish oficer i marinës ushtarake dhe pësova aksident 20 vite më parë dhe nuk besoja se do të udhëtoja sërish si pjesë e ekuipazhit të një anijeje. Navigare di nuovo come membro di un equipaggio. Nel contesto del Giro del Mondo con Në kuadër të turit botëror që realizojmë me anijen Americo Vespucci, herë pas here në anije imbarkohen anëtarët e ekipit sportiv paraolimpik italian. Ky katamaran i lejon personave paraplegjik të jenë krejtësisht autonom dhe të kryejnë funksione të veçanta në anije. Gjatë ditës së mërkurë dhe të njëjtë, anija Americo Vespucci do të jetë e hapur për publikun dhe hyrja në të do të realizohet vetëm për këmbësor nga porta numër 2 e portit të Durrësit.